sa po më rrit me në aeroport. Dhe këtë gjithë hera pak që të udhtoj me Ryanair. Dhe uroj që bagazhet ta kem në rregull, kam kene vetëm çon shpinët dhe të shkojmë në një vend që besoj nga tuani e keni marrë vesh se ku të shkojmë. Për momentin do tani ashtu roshi edhe po e lëm kohën pak me shi këtu me mingen. Uroj që atë na marrin kohën mirë. Kam vesh këtë trenchcoatin që për momentin unë këtë po e përdorit për të fal. Me një fustan një shit bosh dhe shalt bardh dhe këtë çantën cute që e kam marrë. Filla u marrë. Jesë, se ne bëmë, se nuk kam se me shku atë. Shikoni sa bukur duket arushja. Këtë çantën e kam marrë tek Sara dhe gjithashtu edhe këtë tulen. Pastaj këtë arushën e kam bler tek një dyqan me të përdorura. Thjesht I kam shtu këtë fjongon e Hermes dhe ja kam lidhur edhe këtu. Dhe doli kështu, po duket shumë cute. I love it. Dhe padyshim që duken cute. I futa pak moisturizer fytyrës edhe pak krem të ja harrova emrin, sorry. Klinik, po të klinik, këtu, tek duty free I vogël që kanë me mingen. Dhe shtyra është okay, ti jetë e hidratuar. Po presim kalojnë turma molle se po shumë njerëz. Normalisht do takonim në sedilet të kundërta. Sameti është në pjesën të avionit dhe unë jam sfond praktikisht. O zot. Po nisemi dhe normalisht që nuk mund të ishim bashk. Ose sa ma kuq sy, normalisht jam po gjumë. Dhe unë jam fund të avionit praktikisht, ndërsa im shoqësh në fillim të avionit. Unë jam kontrol të dytësë, ndërsa është 8D, dytësi për të avionit. Më tonë sa më kanë kanë kush sytë. Të të jenë fush gjumë deri në Barcelonë, dhe pastaj kur e vita mirë edhe të kalojmë bukur. Shikemi Barcelonë të shqau. Apo më bërritëm dhe kjo pamja mrapa po më duket se me gen Tiranë. Po presim në ullet dhe zotnia dhe të dalim në anën tjetër. Shkojmë marrim autobusin dhe shkojmë në Barcelonë, se për momentin jena në Barcelona Girona, në një zonë tjetër, jo në qytet të Barcelonës. Ta del për aeroportit janë edhe autobuset që çojnë Barcelonë direkt. Sa po lame autobusin, për momentin një stacioni këtu dhe tani jetë ikum drejt hotel, mas del në kom. Rrugës për hotel kishim dhe disa spote shumë të rëndësishme të Barcelonës. Dhe hotelin e kishim në qendër dhe ishte në një location super. Hoteli u quante Hostal Fernando, ishte shumë afër pasazhit La Rambla. Rrugë për të hotelit ishin tana të bukura, kishte disa monumente, kisha, manastire, si kjo për shkak që ishte më përballë hotelit, dhe hoteli ishte po gjë I mirë, I pastër. Po mbritëm hotel, tani check-inin dhe lëm çantat dikun. Pse shumë herët për të hyrë në vend, por moment do në çantat. Erdhëm tek hoteli dhe këtu lam çantat për disa orë. Kanë shumë lezetshëm rënd. Kjo pjesa me tulla kështu dhe pjesa lart. Do lëm me çantat dhe po eksplorojmë pak
qyteti. Ka muzeu historik. Mi u thonë drejtën, kishim aq nevojë me shëtit qytetin, me shiju diellin, me shiju detin. Dhe këtë herë nuk shëtitem me muze, por do të kthej përsëri shpresoj dhe do shëtisim këtë muze që është shumë të rëndësishme. Mrapa kena muzik, valle, dhe këtu është edhe katedralja. Shkojmë drejt detit dhe ndërkohë mor me 2 fogaça, po doja t'rregoj kur t'i hapim. Dhe do shkojmë t'i hanës e detit. Për t'ecë pas kena hapësin bo. Vitet e Barcelonës shumë interesante, në mushta, me shumë dritare dhe dia. Muzeu historik i Katalunjas dhe me sa shoh ka një treg kështu vendas. Dhe të përqër. Të maketa këtë kanë ka okej, nuk kanë ka e keqe. Për ekspresi? Ja? Më duka që keqe, por nuk jem ekspert e kafe, që nëse vane për bazë opinionin tem. Po bëj video më? Po hym kështu pra. Unë bëra për një kap dhe tani për momentin jemi duke ecur në rrugën e famshme që quhet Rambla. Është nga rrugët më të famshme të Barcelonë dhe që ka cute. Për momentin jena te kjo pjaca Garibaldi, që të mos u gabofsha, dhe pamja është kjo këtu dhe video që u tregova pak më përpara. Dhe është një vend shumë cute për të kalu ose për të pi diçka, për të hangër diçka. Dhe që nga dhe shumë piktoresk për ne që done me bë foto të bukura. Gadi so arrijet mund me një gjuhë se po shumë zhurë, isha s'dim që tërva. Por... Dhe perëndimet afër detit. Shekulli 16. Ka një super perëndim nga më pamet, po normalisht e di po minë shumë më të bukur. Se ke mu? Duket se me do të me porosit edhe këtë këto. Ushqimi ishte shumë i shijshëm, por shumë porcionet vogla. Por shik fantastike, mor me një sallatë me ton, midhje, këtu kishim kalamar me salcë ullish dhe
brusketa, por ishin porcione shumë të vogla. Mëngjesi ishte goxha e mirë, kushtet 8 euro, ka krasana, dhe shmëri të salamave që ne nuk i hajmë, djath, këtu kishte puten, këtu janë unë që kam bërë pak make-up, se kishim edhe këtë anën tjetër me këto biskotat, e qelna, ujë, janë dhe mëngjesi unë. Se po bëmë mëngjes dhe tani po dalim të eksplorojmë pak, uroj që kjo muzika mos të ta kapin copyrighti, por e kanë të dyqanet këtu. Pamja këtë kum për momentin është shumë e bukur, çdo cep është fantastik, çdo ndërtesë është shumë e bukur. Për momentin nuk kena po pjesën e sagradës apo ato shtëpiet karakteristike, këtu është një kish. Por është fantastike. Na pëlqeu shumë. Duam blejmë biletën për me shku tek Sagrada. Dhe s'po dim çfarë të blejmë. Kam 5 euro në pret. Apo e fute 50? Marrë Po me siguri. Atëherë morë me biletë dytore, 36 euro e pak cent, edhe zament. Qaty ko bolek dhe... Ashtë për dy që dhe 40 orë? Po për dy. Okej. Pa nëmra ne, kur këtë mirë kusuri. Ne po shkojmë marrë më bani edhe drejt në Sagrada. Për me shku atje, në Sagrada. Prej ku ishim një metra në liceo dhe pastaj ndrume në diagonal, dhe tani kena edhe një stacion për me shku në Sagrada. Sa ishim për mirë. Ai, Cilën e marë? Jo, tas. Këto? Pa. Edhe kja është të bëta? Ti të kam të dy shpijat, edhe të 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 Okej, po marrë vetë pra? Okej. Okej, po marrë vetë pra? Okej. Kënë se sa e bukur është, besë që s'ka nevojë. Ka pjesa vjetër, modi dhe sa vjetër. Erë me të Sagrada është tu mas nesh, por nuk dallohet nga kjo pejma. Dhe është ky parku, ky spoti që gjithë vinë dhe bëjnë foto. Sot kanë ka pak ftoftë në fakt, nga si me djeti ka kanë bajegit zed, dhe si që mund të shikoni këtë vijën që e kam badje. Pra kisha marrë pak në gjyrë. Si gjithmonë njeni ko me keni po knaqër me foto. Ose është një foto që ka dojnë keq dhe spoti i bukur, ose thjesht s'kina ditë me zgjau momentin e duhur me bërë foton. Dhe këtu ka një grumu me njerës që du të me prit dhe më thonë me ju vjau pak rollën që me stil për me bë foto, sepse tonë dojnë me bë foto. Por ki shansë edhe me të bë foton që së s'ke diken me veti. Njerës
Për momentin erdhme tek Casa Mila dhe e kemi fix përballë për momentin. Kam loj këtë mrapa, se do të dalë video dhe çënka cute. Po mora fort. Edhe këtë dhe bajtën e po, nuk e Turqi mre, por arkitektura është këtu. George used to kill the dragon, and all around the sword we've got represent the skulls of the dragon's victims. The stonework on the first floor could be the bones of those victims. Ky pasazhi de Garcia kanë ka fantastik. Mëngjesin e bëme në hotel, kështu që për momentin jena full, vetëm jena ull po pim kafe, këtu tek afër pasazhit de Garcia, edhe unë për momentin po rrugoj pak shamin. Unë nuk jam mësu me box, me lan shamin kështu si kodion, të s'disi me në thonë, por unë pak për më pëlqen kështu ma shumë. Kesh për i la dy majet e barabarta, dy anët e barabarta dhe për e la kështu. Këtë shallin ka vite që e kam, është një nga shallat që kam ble tek një nga dyqanet online në Tiranë dhe e kam përdor jashtëzakonisht shumë, edhe është hala si e ri dhe realisht më kishte marrë madhi me bë pak make-up, sepse po në heton kohen në punë po make-up, thjesht kur banove make-up ka super mood, ka një vetbesim tjetër, dhe sinqerisht I missed it. Pak bronzer, pak highlight, pak kam vu blush tek syt, se më pëlqen kjo roza tek syt shumë dhe pak vetuat, pak qurpikët dhe busti kam një thjesht me gloss të Kikos, që po e vere dhe pak të një. Apo një të kërë që... Keni mbritëm tek mëkata e famshme e Barcelonës dhe do hymë të shohim, pas ka plot njerëz. Mora një nga këportare dhe këtu prapa meje dhe që mi morë me hongër në hotel, si e të sisë? More than doors. Morë me një saraga dhe një oktapod, me një oktapod. Ju them të drejtë, to me metën fiksim, por nuk isha guxim t'i provoj, sepse viti do villja, por që nuk e provova fare. Dhe pastaj kjo ishte parajsa për mua. I blej me këto, janë mangostan, që unë këto i kam provu, por i bleva se mu dukshin shumë të mira, këto bën 7 euro. Për si ragim. Por stragoj. Blej me dragon fruit, kjo ishte 2,90 euro. Kjo s'ka lup. Kjo se në fakt qërojt edhe hojt edhe kështu. Dhe këto, sa po i googlova dhe quhen rambostan. Tani, këtë dhe e tam. S'do e lëm për bukuri. I të një fik.
unë s'kam thejt të mjetë rrëthanore. Shikoni, si është? Ska shi shumë mirë. Kjo quhet Terran Bustan dhe kishte një shije shumë mirë sepse unë ha nga një. Përsa këtë po e hapim për zotëri. Normalisht në mjetë rrëthanore se s'kena thik. Dhe shikoni si është nga brenda. Dhe ka frutin që ka të bërthamre. Pastaj kena edhe mangostanin, që është kjo që kam unë këtu në dorë për momentin. Dhe po mundohem të hapi. Kjo është si hudhër mërën. Ta boni një fudhë të tregu tjetër, ose të mbapër. Po më bona dhe hudhër. E pas ka të një me hangër bërthamër. Pas ka të një me hangër. Në dhe bërthamën? Po. Mangostani normalisht nuk supozot mu hap si janë të hapo. Nga si është kjo shkoj. Unë po e presë shumë e dorë pak. Pas po më duket se pa një shije. Kjo ishte edhe aventura e me futet e zotik për sot. Si? Pa pra, më duket pak po shije. Do me përvua tjetër në israt mallen. Dollëm as dita kena ardhur te një tip malit, Kodrë. Se do marrim të teleferikun. S'duket po qyteti është një të më pampërë. Tante. Një mas bën profil mash. A të mita tjetër që tu më të vetit. Okej. Për momentin jam okej. Sa po e morme, kushtoj 11 euro vetëm një whey. I soj thojmë ja bo vedit. Ku me janë? Qërë me në shtyën e? Qa shafën të këtë? I soj thojmë ja bo vedit gropeng. Sa gra. Sa me këtë zonë tu t'holin edhe në videon të vedesh. Super qyteti, ma. Bo me dit jo që kam gjetë onë. Mana, në Spanjë. Kanë mana të kuq marë Samet? Këtu si për në Kodër është edhe shtjella, po këtu ka me lekë. Si çdo gjë në këtë botë. Vetëm marrë, efekt, vetëm marrë është pa lekë. Vaj, me lekë se pagu vetë. Pre. My view is better than yours. Ishte e Samsung vjetë, Okej, javë deti që unë alme se pasar super pamje. Kanë mush me kërë. Këtë topi këtu mrapa. Që pas kuriozitet me hi edhe në kështjallë, me sigurit e që janë myll orarët. Hola muchacha. Sepse nuk ishte hapësia për të parë për momentin që ne unë nga la, ishte një pamje spektakolare por edhe gjigande. Këtu mund shikohet një pjesë ku shikohet edhe aeroporti i Barcelonës, pra nuk su gabosha Elprat,
Dhe këtu jam unë që shijoj gjërën tina rreth kalas Barcelonës, ku gjeta lule dhe këtë lule dhe bëj një fotoshooting. Ky park ka gjigant. Lume dhe la abua. Për momentin jeni tek Muzeu Arkeologjik I Barcelonës. Kanë ka gjigant me shumë shkalla dhe prindëra me shkallë elektrike. Ngatru me rrugën, me autobusin dhe tani po shkojmë tek metroja. Jena kështu në qytet mram, tek Monte Juix, Monte Juix, ato që më thuhet në për spanjisht, pas ka pallate normale, ngjyra, me arkitekturë të lezetshme. Destinacioni i radhës ishte darka dhe googulluam, gjetëm restorantin Listo, i cili ishte me shumë çmime ndërkombëtare, ku ishte edhe ndër 10% të restoranteve që gatuin më mirë në botë. Shija ishte perfekte, ne morëm pica. Vendi ishte shumë cute, kamarierët ishin gjithashtu shumë të sjellshëm dhe location ishte perfekt sepse kishte afër çdo gjë. Që po ju ura rruga nga Barcelona, mund ta provoni dhe nuk do ngeleni të zhgënjur. Picat që hangme tek Listo ishin shumë të mira. Shkoj gjithë fatura 35 euro, 34 euro në fakt.